ata bëjnë disa shënime të përshkallëzuar me sa kam kuptuar unë në sistem, ku janë të azem njeri me të kuqe, njeri me të verdh, njeri me shile diçka e tillë. Unë kam eksperiencë personale në 2014, kur kam kaluar nga qafë bota, isha me ca persona nga Lukova, miqtë me makinë në tyre, dhe ndënjën gati 20 minuta shikoni vetëm pasaportën time në qafë botë. Pastaj bëm... E kanë me ty, thoshte, nuk më thanë asgjë. Pyetën vetëm ku do shkosh, ku do shkoni, na thini, thamë. Bëm një segment rrugor dhe aty ku rruga ndryshonte, na ndaloi një makinë polici tjetër, edhe ata një 15 minutë, apo 20 minuta tjera, shikonin atë pasaportën time. Vazhdonim te segmenti tjetër që ndryshoi rruga dhe futshë nga një rrugë, pra thyhej rruga, një makinë policie dhe deri në Athinë. Mua me shkullaku në Libi, po në Gaddafit. Deri në Athinë. Komplet, sigurimin brapa, me autobus, kudo. Që atje s'lejoj dhe avionët dhe ne ikëm nga ky shtetim lartë, deri në Tripoli me autobus, dhe na kontrolloni në çdo 5 kilometra. Po, ideja është, me sa kam kuptuar unë, që ata kanë shumë problem depërtimin në zonën e Çamrisë, të gazetarëve. Depërtimin. Sepse këtë e ka thënë dhe mentori, kur kalovara u futën nga Kakavia, por dola nga qafë bota, që është zonë e Çamrisë, dhe aty tha, shikoni, tha, si qyshtet, se e ka shkruajtur ai, si qyshtet nga u futet si e tjera. Unë besoj se e kanë shumë problem këtë pjesë, kam parë dhe ndalimin e gazetarit të Rajt në zonën e Çamrisë, të Rajt italian, shqyror me një shqiptar, është dhe video në YouTube, që e kanë ndaluar dhe e kanë marrë polica civil dhe e kanë larguar nga zona. E kanë shumë problem pjesën e futjes në territorin e Çamrisë, ata mendojnë se gazetarët shqiptar, të caktuar, jo të gjithë sigurisht, futen në zonë për atë pjesën për historinë e Çamrisë, për të bërë këto që ata i quajnë, i mungon përfundimisht, i mundon stigma. I mungon stigma. Ata e din shumë mirë se çka kanë bërë me Çamrinë, dhe ata e kanë shumë problem. Është çështje tjetër, po ne flasim për raste të tjera që kanë bëjnë me shumë se Çamria. Unë kam hyrë 3 urat, nuk kam qenë poshtë. Shumë se Çamria. Është zonë shqiptare dhe ajo. Është zonë shqiptare dhe ajo. Okej, po. Shiça problemi ka tani kur veten në Venizet te Eleftheros Venizet aeroporti. Se këtë bëjnë përgjithsisht njerëzit inferior. Kur shkon në flasim. E di pse perëndimi tjetër, për shembull, se ne e quajmë perëndim dhe këtë. Po këta janë inferior dhe të kompleksuar. Këta e lindjen nga perëndim. Këta janë perëndim nga halli, po në fakt shikojmë. Ata kanë probleme më shumë se ne. Nga shoqëri kanë probleme më shumë se ne. Nga publikimet e viteve të fundit, kanë kuptuar një gjë dhe kam arritur të që dhe ta provoj. Sigurisht, ata brenda territorit ton kanë strukturat e veta, të cilat i ndihmojnë. Dhe edhe mua penalizimi nuk ka ardhur nga Greqia, më ka ardhur nga strukturat e tyre në territorin e Shqipërisë. Ata janë cënuar më shumë. Unë nuk jam marrë me çështje që kanë të bëjnë me Greqinë, apo me historinë e kaluar me Greqinë, apo brenda territorit grek. Unë jam marrë ekskluzivisht me çështje të aktualitetit, pra kam ndënë në fushën time, që ka të bëjë me ngjarje konkrete, masakra e Peshkëpis. Nuk është ngjarje historike. Zgjedhjet e 2003-shit në Imar, nuk është një ngjarje historike, ku dojë flamuri shqiptar. Duke fillojë me operacionin fshesa... Varrezat greke, ato i kam vajtë në kurrizi, kam qenë migrant atëherë. Por, varrezat greke që tentonin të ndërtoheshin në Shqipëri pa marrëveshje, skandali i Kosinës, vim të ngjarje me Kacifasin, pastaj kemi zhvillimin e ngjarjeve të tjera, po në zonë, sidomos në kohën e Agimit Art, derisa Agimi Art u shpall një parti e jashtëligjshme, një parti e qartë e kristalizuar neofashiste në Greqi, dhe mbeturina bërthama të Agimit Art, janë ta që janë interferuar në partitë e djatha greke, dhe ata krijojnë në Shqipëri, sepse, e di pse stimulojnë këtë situatë, sepse përfitojnë nga kjo materialisht. Pra, paguhem për të bërë pikërisht të gjë. Dhe dëmimi i madh ne nuk na vjen nga grekët e Mirfield, po na vjen nga ata që nga shqiptarët greqisht folës, të cilët veprojnë dhe këtu brenda, kanë aktivitet, se ata janë përballur. Unë jam i vetëm përballur dot me gjithë atë shtet madh siç është Greqia. Por, duke thash gjatë fushatës vitit kaluar, arritëm të gjenim shumë materiale, jo se si ishte rasti Kacifas, ka qenë për 5 vjet unë nuk kam hyrë në kufiri Gjelbërt. Kam hyrë shkoja në një vend bashkimit evropian dhe nga aty hyja në Athinë. Dhe nuk kontrollohesha në aeroport sepse kisha hyrë në Itali ose në Spanjë dhe ajo ishte pikë fundore, nuk kontrollonte njeri kur hyje në Athinë. Po këtë më mësuan kolegët grek. Bëj këtë rrugë, thanë, dhe ti do t'i shpëtosh. Derisa erdhëm te kjo pika që
thash mbushi gotën. Unë aty nuk jam për interesat e mia, jam duke mbrojtur çështje që kanë të bëjnë me shtetin shqiptar, me qytetarët shqiptar, me ligjin dhe legjislacionin shqiptar. Dhe ky veprim është bërë në këtë kuadër, se ndryshe çfarë bënte ai? Ai të lindte të hyje dhe pa hyrti në Janin, të nxjerr një pikë post bloku atje, të merr të arreston dhe çop brenda. Pra, nëse ai do të kishte një indikacion tjetër, kush e pengonte ta bënte këtë gjë? Se pengonte më asnjë gjë tjetër. Por ai ishte i qartë që në momentin kur më pyeti dhe mi bëri të qartë se për çfarë unë po penalizohem aty. Dhe mos reagimi i autoriteteve tona, fsheja si struci. Pra, tepër që kemi bëjmë me rastet të shtuara. Patjetër. Problemi. Verbëria dhe shurdhëria e shtetit shqiptar nuk është katastrofale. Atëra kemi ka dhe një rast tjetër, po që nuk ka lidhje me gazetarit, që Ministria e Jashtme ka heshtur, biles përkundër që nuk ka heshtur. Në vitin 2022 kanë hyrë për gati 15 ditë rresht anijet e kërkim shpëtimit në ujërat shqiptare. Anijet e kërkimit të naftës në ujërat shqiptare. Hyrin çdo ditë. Dhe këta nuk e vinin? Jo, nuk e... Unë i nxirja si komunikat operative çdo ditë, hyri kjo anije në këtë koordinat në këtë orë. Dhe këtu se çante kokë njëri? Jo, këta thoshin nuk ka hyrë. Nuk ka hyrë? Nuk ka hyrë, thoshin. Sateliti në ajër, sateliti, gënjënde sateliti. Gënjënde pasi ti e sateliti. verifikojnë me... Po unë, ajo lehtësisht e verifikoj. Jo ajo anje, po çdo anje në botë është e verifikuar. Gjatësia gjeografike, Thoshin, jo, nuk ka hyrë. Nuk ka hyrë, e kupton? E kupton problemi i Tanit, i të gjithve neve, po këtë radhe i gjeti Tanit. Gjatyre ditëve. Problemi është që Tani ka ngel jetim... Më kanë ardhur shumë raste qytetarësh. Ka ngel pa shtetin nga mbrapa. Atëre ky shteti kompleksuar, inferior e të gjitha, a duhet të aplikoj reciprocitet në këtë rast? Nëse Greqia shpall 4 gazetarë, shpall dhe Shqipëria. Jo më të ketë integritet, nuk do më reciprocitet, nëse se bëjnë dot. Por e reciprocitet duhet fare. Pa ti ishte bërin ata po të shpallin e ti mje prej tyre. Po, shpallin o Ylli, ne shpallëm Haralam, ba më Karafanën që kam qenë. Karafanën, po. Po, mbas rastit Kacifës, që a jeri nga bërja të trazirën aty, ne shpallëm Haralam babi Karafanës me statusin non grata dhe në doganën e qafë botës, ma dje hyrin doganë si që edhe Sopiku të që ajo pika kalim këfitare atje, e shpallën non grata dhe pasaj shpallën dhe një eurodeputete qipriote, e cila po është... Lomos. Po, edhe ajo hyrin territor shqiptar. Bëjmë pyetje tjetër. Po bëri veprime konkrete. Qartë. Kurse në rastin konkret, unë në Greqi, le që s'kam asnjë lloj aktiviteti, përveç se kam qenë i ftuar në mediat greke nga televizioni publike RT-ja dhe drejti. Fusandri njeh shumicën e atyre gazetarëve investigativ që ka Greqia me Papa Qela, me Makis Tranfilopoulos, me Tasos Teloglu, që kanë bërë dokumentar, do të thonë, edhe në Shqipëri i kemi shoqëruar, pa asnjë lloj kokçarje, as i ka gjurmuar njeri, as i ka ndjekur njeri. Kurse në rastin konkret, se qytetarëve ja bëjnë për ditë ata, ditë që shohën. Ja bën një tjetri, e ktheu mbrapshtaj ata i tha ti ke ilegalisht në Anglifa.